Nga sporti do kalojmë në fushën e arsimit, ku do të flasim pikërisht për shkollën e mesme komunale të Likovës, Ismet Jashari. Dhe sot me mua në studio kemi pikërisht drejtorin e kësaj shkolle, zotrin Isni Ali. Përshëndetje, zotri Ali, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Mirëmëngjes, mirë që më keni ftuar, jam i privilegjuar nga ju si medium që jam i ftuar në emision dhe çdo herë jemi të hapur për mediumët. Të flasim pak për shkollën e mesme, pikërisht në Likovë. Të flasim për historikun, që sa ekziston, cilët janë... Shkolla e mesme komunale Ismet Jashari ekziston nga viti 1999, ku në fillim u hapën 2 paralele, por në kuadër të gjimnazit Goce Delqev, ku kishte paralele edhe në Kumanov edhe në Likovë. Do me thonë, ishin 2 paralele në Likovë dhe mësimi mbaj në shkollën fillore në katin e 3. Me kalimin e viteve, u rritin, do me thonë, spari 2 paralele, vitin 2000, 2 paralele 4, edhe janë rrit paralelet, kurse edhe me kalimin e kohës, edhe për një vit arritën numri i paraleleve në një gjenerat. Tash, për shembull, deri në vitin 2022-2023, ka qenë në 4 paralele gjimnaz, kanë qenë në çdo vit. Do thonë, shkolla jonë momentalisht gjithsej ka 17 paralele. Mund të flasim pak për profilet që i ofron drejtime që ka kjo shkollë? Në fillim, si që thash, në fillim nga viti 1999, kurse në atit e historiku në vitin 2010 ne jemi pavarësu si subjekti veçantë juridik dhe nga viti 2010 ne mbajmë emrin e herojit kombëtar, Ismet Jashari, komandant Kumanova, dhe nga viti 2010, do me thonë jemi subjekti pavarur, në fillim kishte vetëm drejtimin e gjimnazit. Kurse tash është gjenerata e 3, viti i 3 që shkojmë kemi hapun edhe drejtimin e mjekësisë. Më thonë kemi 2 drejtime, gjimnaz dhe mjekësi, edhe në këto drejtime në basë kriteriumeve të Ministrisë Arsimit duhen edhe poena, për gjimnaz janë 60 poena, për mjekësi janë 70 poena. Minimumi. Minimumi. Mund të na thuani se si e përkufizoni ju rolin e shkollës suaj në zhvillimin arsimor të komunës së Likovës? Unë mendoj se gjimnazi Ismet Jashari ka pas rol të rëndësishëm në zhvillimin edhe si komunës, si komunë edhe gjeneratave të reja, edhe nxënësit e kanë ma afër hapësirën, vendin për me ndjek mësimin. Tash dihet se me ligjin e ri për arsim të mesëm edhe transporti, do me thonë edhe rruga edhe libra, gjithë shka është kompenzohet nga Ministria e Arsimit. Unë mendoj se ka pasën ndikim të pozitiv hapja e shkollës së mesme në komunë të Likovës, edhe unë mund të them me plot gojë se është një ndër vlerat e komunës Likovës shkolla, diçka që edhe komuna mburret me shkollën e mesme Ismet Jashari. Çfarë dallon këtë shkollën e mesme komunale pikërisht në komunën e Likovës nga shkollat tjera në rajon? Unë mendoj se aty nga vini nga qyteti. Unë këtu mendoj se duhet pak të jemi të kujdesshëm se ne kemi bashkëpunim me gjitha shkollat, edhe me shkollat e mesme të Kumanovës, me Sami Frashnin edhe me ato. Unë mendoj se neve këtu na dallon pak ajo afërsia ndërmet njerëzve, që kemi njohje ndërmet njerëzve, homogeniteti do me thonë, kemi ati harmonin shkollë, kemi klimën pozitive, kemi disa veçuri, ende unë mendoj se në për vendet rurale, në për fshatrët, ekziston një respekt, një respekt maj madh ndërmet njerëzve, ende ajo mosha me vjetër respektohet, edhe këto janë, unë mendoj ato tipare që na dallojnë prej shkollave tjera, me qenë se edhe me shkollat tjera kemi bashkëpunim edhe çdo herë jemi të hapur për bashkëpunim, ku në kuadër të bashkëpunimit organizojmë edhe gara të ndryshme, kemi takim me drejtorët, vinë shkollët e mesme nga Kumanova, Sami Frashri, paralelet e ekonomisë, teknika, vinë edhe në për vizita, kemi kontakte çdo herë me shkollët e mesme dhe një ndër pikët e shkollës tonë është edhe bashkëpunimi me gjitha shkollët shqipe, jo vetëm me Kumanov, po edhe me
troje tjera, edhe ati pasi jemi vend kufitar, kufizohemi me Kosovën, kemi pas edhe kontakte me një shkollë të mesme të Gjilanit, ku pritët ne ishme atje në do gara sportive, ku besoj që këtë vit ose pas Ramazanit do i ftojmë edhe do organizojmë diçka gara, jo veç për sport, po sigurisht edhe gara në landët kështu natyrore. Mund të na thoni se a planifikoni në të ardhmen të hapen edhe drejtimet reja në këtë shkollë? Ka iniciativë, ka ide drejtimin e floktarisë për ta hapur, po tash për momentin na edhe këtë vit e parashrum një kërkesë që ta hapmi edhe një paralele, po Ministria e Arsimit na i kthai përgjigjen se nëse doni me hap drejtimin e ri, duhet ta shkurtojmë një paralele të gjimnazit, ku ne si shkollë nuk ishmi dakord, sepse aty nëse e heqim një paralele të gjimnazit, edhe do rrezikohen edhe kuadri arsimor aty. Edhe ne jemi për të hapur paralele, po jo për të shkurtuar dhe një paralele tjetër. Harrova të theksoj se ne jemi shkollë që punojmë me një ndrim. Vetëm ndrimin e paraditës. Vetëm ndrimi... Po, i kemi 18 mosojtore, edhe vetëm ndrimin e paraditës punojmë, me një ndrim. Me një ndrim, do më Ora 1:30, 2 kryet mësimi, edhe kështu. Kështu që keni hapësirë vetëm me një ndrim të punoni, keni mundësin. Sa është numri nxënësve në këtë shkollë? Prej 17 paraleleve kemi 409 nxënës. 409 nxënës, do më thënë është një numër goxha i madh. Me qenë se ka trend dëranjës gjithkund në Republikën e Maqedonisë së Veriut numrin nxënësve, ne për kundrazi këtë vit kemi ngritje të numrit nxënësve. Në 4 paralele të vitit të parë, 3 gjimnaz dhe 1 mjekësi, kemi 127 nxënës. Mund të na thoni se si përshtaten programet mësimore me nevojat e tregut të punës? Po pikërisht për atë ne hapëm edhe drejtimin e mjekësisë, se ishte si nevojë e ka moqme banorëve të komunës Likovës, duke pasur parasysh se edhe shumë nxënës nga komuna e Likovës konkurrojshin në shkollën e mesme teknike paralelet në gjuhën shqipe, ku janë në kuadër të Nace Bugjonit, atje konkurrojshin rregullisht, edhe ne për këtë arsye hapëm drejtimin e mjekësisë. Tash është koha e tregut, e ekonomisë, edhe gjithsesi edhe ne si shkollë, edhe komuna, në bashkëpunim me komunën, kemi pa të arsyeshme që të hapmi drejtimin e mjekësisë. A keni bashkëpunime me kompani të themi, me institucionet apo shkollat të tjera për praktikët? Po, ne kemi të nënshkruar për drejtimin e mjekësisë, kemi të nënshkruar memorandum bashkëpunimi me shtëpinë e shëndetit që është në Likovë, dhe nga viti i tretë fillojnë të shkojnë në praktikë në spital, edhe ati kemi nënshkruar memorandum bashkëpunimi me spitalin e Kumanovës, me drejtorinë e spitalit, edhe nga shtatori nxënësit vetëm janë duke ndjekur praktikën, ku edhe organizimi i transportit nxënësve nga komuna e Likovës deri në Kumanovë dhe ana Sjeltas bëhet pagesa nga ana e shkollës dhe komunës. Domethënë, tash në bazë të ligjit për arsim të mesëm, pasi janë shkolla e mesme obligueshme, gjitha shpenzimet, argjimet i hekin institucionet. Domethënë, nxënësi nuk paguajnë asgjë. Nuk paguajnë asgjë, domethënë nxënësit kanë tani edhe praktikën, mund të shkojnë ta bëjnë pa ndonjë një javë shkojnë në Kumanovë. Mund të na thoni se në çfarë gjendje është infrastruktura e shkollës sot, duke pasur parasysh se shkolla është një ndër institucionet kryesore ku nxënësit të marrin të themi hapat e para dhe duhen të kenë kushte sa më të mira. Të flasim pak për infrastrukturën e kësaj shkolle. Ne si shkollë, ju them të drejtën, jemi gjitha klaset në vitin e kaluar i kemi pajisur me inventar të ri, banka të reja dhe ulse të reja, karrika, kurse ka 6 vite që kemi edhe çdo klas ka smart table, tabelat të mençura në klas, po këtë vit i kemi ndruar tabelat e mençura, do me thonë tash në gjizbetorin e ditë, nxënësit fillojnë me tabelat të mençura, me modelin matri, që është instaluar edhe inteligjenca artificiale në tabelën e mençur, edhe janë
edhe kogja të mëdhaja janë ato tabelet e mençura 86 inça, edhe janë pa projektor, këto modeli më i ri, vetëm si televizor. Edhe nga gjysmëtori i dytë, do me thonën, nxënësit kanë fillu t'i përdorin këto tabelet e mençur. Mund të themi se në aspektin infrastrukturor edhe klasat i kemi të rregulluar, edhe nxemja qëndrojnë mirë, edhe çdo klasa është e pajisur edhe me klimë me inverter, kuptohet edhe nxemja kështu me radiator, që gjatë dimrit kur tjetë koha e ftohtë i aktivizojmë edhe klimët, edhe kuptohet gjatë qershorit dhe shtatorit, kur është koha pak më e nxehtë, duhet të ketë ato klimat janë me inverter dhe mund t'i përdorin edhe për që ta ulet temperatura në klasë mos tjetë shumë e lartë. Mund të na thoni se çfarë investimesh janë bërë së fundmi dhe cilat janë të themi ato më prioritare? Po, këto që i ceka tash pak më herët, do me thonën, gjitha klaset e kemi pajisur me tabelat të mençura, 16 tabelat të mençura i kemi vendosur në çdo klasë dhe aty dikun investimi është mbi 35.000 euro, dikun një tabele mençure kushton 150.000 denar dhe është diçka model më i ri dhe shihet nga pamja e nxënësve, shihet se nxënësit janë të kënaqur me infrastrukturën. Kemi bën edhe gëlqerosje në disa klasave aty ku ka pas nevojë dhe unë mendoj se edhe ju si medium ju kisha ftuar ndonjëherë që të vini edhe kështu në mënyrë kështu praktike ti shihni se ekziston ai botkuptimi se është një shkollë në komunë rurale dhe ku me ditë se si është. Po t'ju them të drejtën, çdo vizitor, çdo institucion që vjen me mendime tjera dhe kthehet me mendime shumë ma pozitive se si ka ardhur. Edhe besoj që edhe stafi edhe njerëzit aty e kemi një homogenitet dhe edhe mikpritjen edhe gjithçka e kemi në nivelin e duhur, ashtu siç duhet. Shpresojmë që në të ardhmen do të kemi mundësinë që të vim të ju vizitojmë nga afër për të parë shkollën e mesme komunale të Likovës, pikërisht Ismet Jasharin. Të flasim pak, a jeni të pajisur me laborator, kabinete? Po, kemi edhe kabinetin posaçërisht tash me hapjen e paraleles mjekësisë, do të thonë viti i tretë, kemi edhe kabinetin e mjekësisë ku nxënësit në vitin e parë dhe vitin e dytë majnë praktikën aty. Kemi, do të thonë, dikun të them vlera e investimit për kabinetin e mjekësisë shkon dikun në 5.000 euro. Me thonë me mikroskopa, me krevatin për me kri pjesën praktike, e ato skeletet, e ato krejt, dikun të them drejtën shkon në vlera, dikun ati shka e thash, 5.000 euro. 5.000 euro. Po, edhe nxënësit janë të kënaqur, edhe klasa është e pajisur, edhe me ulse posaçme tjera që e mbajnë pjesën praktike. Mund të na thuani se si menaxhojnë burimet financiare dhe a janë të mjaftueshme për nevojat e shkollës? Deri këtë vit burimet financiare kanë qenë të mjaftueshme, po këtë vit, do me thonë me buxhetin e vitit 2026, në bazë të informatave nga komuna dhe nga stafi im, kemi shkurtim të buxhetit, a kur dihet se nëse nuk ka ndonjë rebalans ose shtim, kur dihet se nga marsi pritet edhe rritja e rrogëve. Këtë vit, do me thonë, kemi një shkurtim të buxhetit, po shpresoj që Ministria do reflektojë dhe do bëjë rebalans minimum të na ktheje në buxhetin e vitit të kaluar. Të kaluar, do më thonë keni shkurtim të buxhetit këtë vit? Kemi shkurtim të buxhetit. Nuk e din në bazë çfarë metodologjisë e kanë bë, po kemi shkurtim të buxhetit. Sa do të ndikojë kjo të themi në buxhetin e shkollës? Unë besoj që nëse nuk ndryshohet, do ketë ndikime negative te shkolla. Se nuk do mundmë t'i kryjmë ato aktivitetet që duhet, edhe kur dihet se janë në drejtimin e mjekësisë duhet edhe investime ma shumë, edhe do ketë ndikime negative. Po shpresoj që ndoshta edhe do reflektojnë edhe
do bojnë se kishte para disa viteve me ardhen e qeverisë së re, kishte një rritje, një moment të buxhetit, edhe që shohim tash si do shkoje puna. Mund të na thoni se të flasim pak për suksesin e nxënësve, për garat. Ju pak më herët potencua që planifikoni të organizoni gara të ndryshme. Cilat janë ato gara që do të organizoni deri më tani, çfarë lloj garash keni organizuar? Në kuadër të shkollave të mesme dhe fillore të komunës Likovës ekziston edhe kjo shoqata Lidhja e Arsimtarëve Shqiptar, e cila organizon kuize dhe gara sportive, por përveç kësaj ne jemi të interesuar edhe të mormi pjesë dhe mormi pjesë në gara të nivelit më të lartë, në gara të biologjisë, kimisë, fizikës, për shembull në gara republikane. Vjet kishme një nxënës i cili e zun viti i parë në drejtimin e mjekësisë, e zun në gara republikane vendin e tretë në biologji, që ishte një sukses i jashtëzakonshëm, mund të them. Do me thonë pikërisht se vjen edhe nga shkolla edhe këtë vit, çdo profesor më informon se do ketë gara në fizik, do ketë gara në kimi, do ketë gara në biologji, dhe çdo herë ne si shkollë dhe unë bashkë me stafin i stimuloj profesor që të morin pjesë në për gara dhe me marrjen pjesë në gara dhe me arritjen e rezultateve edhe ne si shkollë afirmohemi dhe krijojmë një emër pozitiv. Të flasim pak për kuadrin mësimor. A keni mungesë të kuadrit në shkollën tuaj? Deri tash të shkolla Ismet Jashari nuk kemi mungesë të kuadrit, por ka raste që tash me hapjen e migrimit, ka raste që edhe disa profesor po aplikojnë dhe për një jetë më të mirë ndoshta edhe po shkojnë. Po të them drejtën, mund të them me plot gojë se stafin e kemi shumë të përgatitur. Kemi disa magistra, kemi doktor shkence në kuadër të kuadrit, kemi profesor që janë ende në magjistraturë, kemi profesor që kanë qenë ose janë asistenta edhe në për universitete, kemi profesor shumë të mirë që unë besoj që mund në çdo shkollë nëse shkojnë të punojnë janë në gjendje pa problem të përballojnë çdo probleme dhe të dalin të suksesshëm. Unë mendoj se ne si shkollë e mesme komunale, unë mendoj se jemi në njëjtin nivel me shkollat e ndryshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Shumë mirë. Atëherë mund të flasim pak edhe për masën e sigurisë tek nxënësit. Çfarë masash ju si shkollë merreni, domethënë pikërisht për sigurinë e nxënësve në shkollën tuaj? Të them drejtën, shkolla është e pajisur me kamera, edhe shërbimi profesional është tankon aktiv edhe gjatë pushimeve të gjata, edhe gjatë pushimeve të shkurta, edhe ati në hyrje të shkollës kemi një nxënës që evidenton çdo mysafir, çdo hyrje, dalje, dhe gjithçka nëse vërejmë diçka ndonjë anomali ose ndaj nxënës ose kemi ndonjë rrezik nga diçka, e themi, edhe ekzistojnë edhe institucionet, ka aty ne jemi të vendosur bashkë rreth rrugës kryesore dhe ka ndonjëherë ndaj person ku e di çka dhe vjen me veturë me shpejtësi të lartë dhe na informojmë njëherë organet e rendit dhe organet e rendit dalin aty në vend dhe e identifikojnë personin. Kështu që mendoj se edhe më herët çka e thash, pasi që jemi si vend homogen edhe them shumica e komunës njihemi ndërmjet vetin, nuk kemi probleme. Ka probleme të vogla, po mund të i kalohen. Kështu që çdo problem i qasmi seriozisht edhe qish në fillim nëse ka fillu problemi të krijohet, ne me njerë dalmi dhe mormi masa shërbimi profesionale, merr në nxënës ose dikan edhe që kush është i përfshirë aty edhe e neutralizojmë. Kuptohet se nëse është brenda shkollës me nxënës, e kontaktojmë edhe prindin, e thermi prindin që t'jetë i njohtuar prindi, edhe unë mendoj në këtë aspekt funksionojmë shumë mirë, edhe pikërisht
që kjo, do me thonë, rendi, organizimi, infrastruktura, edhe kjo ka ndiku që nxënësit këto prindërit kanë një besim të lartë dhe kanë një mendim pozitiv për shkollën dhe pikërisht ato i binë, se sikur se une që jam prind, jam i interesum të qoj fëmijën tem në një shkollë ku ka rend, ku ka disiplin, ku ka mbarvajtjet mësimit, edhe prindërit e kanë pa atë, do me thonë se në shkollën e mesme Ismet Jashari ka organizim të mirë, ka rend të mirë, mikpritja është e mirë, organizimi është i mirë, dhe pikërisht të themi këto vitet e fundit, kjo është materializu me rritjen e numrit të nxënësve. Mund të na thonë se si trajtohen në rastet e bullizmit, të dhunës apo rastet e diskriminuese që i keni në shkollën tuaj? Ka pasur rastet të tilla dhe si i keni trajtuar këto raste? Unë t'ju them të drejten, unë po mendoj pasi që nxënësit janë pak më të mëdhej edhe nuk kemi raste të bullizmit, ku tash me futjen e inkluzionit edhe këtë vit ne kemi 2 asistente që punojnë me nxënës me aftësi të kufizume. Edhe kishme një rast, një vajzë, ashtu kishte probleme në të ecur, edhe prindi ishte në hamendja do vija në vajza mos në vije, edhe kur filloj me ardhë, unë shoh se ai e ka pa se vajza nuk, me qenë se vajza është e shkëlqyshme, a binë se vajza nuk ka kur një fe dyshka do një bullizim nga ona e nxënësve, po përkundrazi është prit edhe nga nxënësit, është shoqëru shumë mirë, po edhe nga kujdestarja e klasës, edhe nga stafi profesional a prit shumë mirë, edhe është që tash janë viti 3 edhe është një ndër nxënësat më të mirë në shkollë. Kështu që nuk kemi probleme me bullizim, po nëse kemi atëherë i mormi nxënësit edhe i thirrmi edhe ato dukurit negative duhet sa më herët ti eliminojmë. Po mund të them me plot gojë se jemi krenar që nuk ka kështu raste të bullizimit, ku unë po mendoj ma shumë këto janë të theksuar në shkollat fillore, ku nxënësit janë ma të vegjël edhe mund të ketë këto, ende nuk e kanë nivelit, po. Mund të na thoni se si funksionon ky trekëndësh i prindër, nxënës dhe mësimdhënës në shkollën tuaj? Trekëndësh i prind, nxënës, staf arsimor funksionon shumë mirë tek ne. Ka përjashtime, po them 90% të prindve përgjigjen pozitivisht edhe kuptohet, mbajnë stafi profesional mbajnë këshillime me prindërit, edhe kuptohet në qoftë se një nxënës i do një klasë e ka lishu mësimin ma herët ose nuk ka qenë në klasë, ne kontaktojmë prindin edhe besoni që prindi nuk shkon 10 minuta, 20 minuta edhe më rrinë ati, vjen. Kështu që hapësirët për me bo manevrime nxënës janë shumë të vogla, edhe kjo neve na knaq, kjo si shkollë neve na knaq, kur e kemi mbështetjen e prindve, se tash po jetojmë shekullin 21, po jetojmë në kohën e teknologjisë, edhe të themi edukimi i rinis a vështërsu shumë, ka ndryshu shumë gjërat, po jo në aspekt pozitiv, ka ndryshu në aspekt negativ, po megjithatë themi jemi të kënaqur me këtë funksionim, trekonçin prind, nxënës dhe stafi arsimor. Sa keni mbështetje nga komuna e Likovës si shkollë? Unë mund t'ju them se bashkëpunimi me komunën është në nivelin më të mirë të mundshëm. Kuptohet edhe me kryetarin e komunës, pasi themeluesi shkollës mesme dhe shkollave fillore është komuna, dhe bashkëpunimi me komunën është i jashtëzakonshëm, edhe komuna ka aktivitete, edhe ne kur të kemi aktivitete si shkollë, edhe në patronazhin e shkollës, edhe për shembull në aktivitete në hiç më lart se para gjizbetorit nga Kriqi ku që ka një aktivitet, organizimi dhurimit të gjakut, ku ju përgjigjen edhe komuna, ju përgjigjen edhe disa institucione tjerë, po edhe nxënës të shkollës tonë që ishin në moshën mbi 18 vjeçar. Kështu që bashkëpunimi është i shkëlqyeshëm me komunën dhe kemi mbështetjen e komunës për gjithçka funksionojmë shumë mirë.
Zotri Ali, mund të na thoni se çfarë projektesh të reja planifikoni të realizoni në shkollën tuaj të ardhmen, ose gjatë këtij viti të them? Ne gjatë këtij viti mendojmë të organizojmë në shkollën tonë, në kuadër të shkollës, një lloj quizi të diturisë brenda nxënësve, prej vitit parë dhe vitit të katërt. Edhe kjo shkathash që të mormi pjesë edhe në përgara të ndryshme. Edhe e treta ishte që ne vitin e kaluar ishim në Gjilan në një shkollë të mesme, së bashku me një shkollë të Preshevës, dhe besoj pas muajit të shenjtë të Ramazanit të organizojmë këtë bashkëpunimin me 3 shtete, me 3 qytete, Preshevë, Kumanov, Preshevë, Gjilan dhe komuna e Likovës. Këto do janë aktivitete dhe në ndërkohë mund të vjen edhe do një ftesë ose do një aktivitet nga jashtë që organizohet. Dojmë të aplikojmë edhe për programin Erasmus, që të kemi shkëmbim të nxënësve në përvendet të ndryshme të Evropës. Zotri Ali, pasi që ju jeni drejtues në shkollën e mesme komunale Ismet Jashari, mund të na thuani se cili ka qenë momenti më sfidues, të themi, gjatë drejtimit që sa kohë ju jeni aty? Momenti më sfidues ishte në fillim kur erdha, më njerë pas unë në fund të 2019-ës fillova si drejtor, kurse në fillim të 2020-ës në mars filloi edhe korona dhe ajo ishte një moment i vështirë, organizimi i mësimit online. Njerëzit kishmi edhe në komunë të Likovës, kishte edhe njerëz që vdiqën nga korona, ku shumë njerëz ishmi edhe të stafit, edhe të shkollës ishmi të përfshirë, që ishmi të infektuar me koronë në periudat të ndryshme, po t'ju them të drejtën, nga shkolla, nga stafi jonë, edhe nga nxënësit tonë, nuk patëm kështu themi raste që në humbje të raste të rënda. Kjo ishte një periudhë e vështirë, prej marsit deri në qershor vazhduam online, pastaj edhe vitin tjetër, domethënë viti 2020-2021, tanë viti shkollor shkoi online. Edhe ato punëtorë të higienik ati më thoshin se shkolla pa nxënës nuk dishish është zbrast, apo kuptoni edhe... Nuk e ka pamjen e shkollës. Nuk e kishte pamjen e nxënës. Ndryshe ajo dhe ajo zhurma pozitive pak ja jep një jehon, një atmosferë pozitive. Kjo ishte sfida më e madhe. Se tash në këtë jetë ti fillon një punë, nuk e di se si do zhvillohet. Mandej, pikërisht. Mund të na thuani se nëse do kishit një mesazh për institucionet shtetërore të vendit, cili do të ishte ai mesazh? Ose të themi institucionet kompetente që kanë të bëjnë pikërisht që lidhen me fushën e arsimit. Po unë si punëtori i arsimit kisha bon thirrje që institucionet shtetërore t'i drejtojnë në sit edhe ma shumë ka arsimi, kuptohet edhe stafi arsimor të ketë, si me thonë, të ardhurat të mira që të punoje me kënaqësi punën, ketë kisha thonë edhe kuptohet investime, në me thonë, në institucionet shtetërore të bojnë investime në objektet arsimore, në institucionet arsimore. Ki do ishte mesazhi im, po kuptohet se do me thonë stafi arsimor nuk kanë shumë i kënaqur me pagesat mujore nga si që i parashe Ministria e Arsimit. Dhe në fund, Zotri Ali, mund të na thoni se cili do t'ishte edhe një mesazh për nxënësit e shkollës suaj dhe pse pikërisht në të ardhmen nxënësit duhet ta zgjedhin pikërisht shkollën e Likovës Ismet Jashari, duke kuptuar gjithë që jetojnë në atë zonë. Mesazhi im si drejtori i shkollës ishte do të jetë se unë mendoj se pse nxënësit duhet ta zgjedhin Ismet Jasharin, shkollën e mesme komunale Ismet Jasharin, sepse ne ju ofrojmë një komoditet, ju ofrojmë dituri, ju ofrojmë rahati dhe ju ofrojmë bashkëpunim edhe prindve, edhe nxënësve, edhe ju ofrojmë edhe të themi cilësi arsimore,
edhe kushtet infrastrukturore, besoj që jemi shkolla që i kemi mund të krahasohemi me çdo shkollë të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Këto janë ato elementet që neve pak na dallojnë nga vendet e tjera. Nga shkollat e tjera. Nga shkollat e tjera. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit tonë Ritmi i ditës dhe shpresojmë që në të ardhmen do të kemi mundësi për të parë nga afër shkollën e mesme Ismet Jashari në komunën e Likovës. Edhe juve si medium ju falenderoj Radio Televizionin në Maqedonisë programin në gjuhën shqipe për ftesën që ma bërët dhe ishte kënaqësia ime që isha prezent në emisionin e juaj. Ju faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, ky është i ftuari ynë i parë që folëm gjëre gjatë, mund të themi, për shkollën e mesme Ismet Jashari në komunën e Likovës, që u njohëm se në çfarë kushte punon kjo shkollë dhe shpresojmë që në të ardhmen do të kemi mundësi për ta vizituar këtë shkollë. Atëherë ne shkojmë me një pikë muzikore dhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me rrjedhën e emisionit.